një lider e mirë, është një person që nxjerr persona të mirë poshtë vetes tij, kështu që edhe unë i konsideroj shumë sepse di shumë i punën që ai ka bërë për atë ekip, edhe pse stafsi na vjen pak në vonesë, ama preferoj fillimisht të zgjidhen staf të tjerë në ekipin e vet, dhe ai është lideri i Kosovës, Leonid është ka të përvete. Di që për vazhdova punën e me keni isha vetëm 18 vjeçar. Tash jam 19 vjeç. Koni vete sa që e bëj këtë punë. Sigur folëm dhe libra thonë që të krijojmë ekipe edhe jashtë shteteve tona. Ato këtë vendim e mora dhënë që të krijoj një ekip në shtetin tonë, pra të Kosovës, që nga puna që kom po vështirësi që kanë qenë normal janë shumë normale. Ama ato kanë kalu, kështu që e di që seminarit e para kur merrsha pjesë isha vetëm, ose me një numër shumë të vogël, ama sot seminarin e Ballkanit kam marrë pjesë me mbi 120 persona. Por që më falë në rrugë gjitha ata që na përkranë brenda kësaj rrugës, personi që mund trajnojnë brenda kësaj punës, Rrugulla Kuliqi Hoxha, që ja të dhe vlerësimi që e bojmë të këtjerë, sidomos edhe dupin që përmendim shumë, që për prezantimet e para në Kosovë sakrifikun e dherë në atje, Ornela Qelaj dhe Miranda Mali. E cila është Elsa që na përgron çdo moment. Faleminderit. Elsa ja cila na nalë vetëm atëherë dhe që na përgron gjithmonë Dela Shullaj. Normalisht, kemi person tjetër që ka dalë 10 ditët e funit drejt dhe është